Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahun e madhruar e falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, lavdatat bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i familjen e tij, shokët dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në fund të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, pas udhëzimeve që kanë të bëjnë me kërkimin e lejes që të futesh në shtëpinë e dikujt dhe udhëzimeve se si duhet besimtari të hyjë në shtëpinë e tij, tash Imam Buhariu rahimullah ka lënë disa kapitull që kanë të bëjnë me rregullat e mexhliseve, najave. Si takohen muslimanët, si i organizojnë ndajet e tyre, çfarë rregulli, domethënë, duhet respektuar në ulje, e gjitha këtu janë nga udhëzimet që do t'i marrim, duke filluar sot në takimet e ardhshme inshallah. Kemi vënë disa herë se Islami na mëson që t'jemi të edukuar, t'jemi të formuar, të kujdesshëm ndaj njëri tjetrit në çdo aspekt. Kemi pasë rregullat e selamit, sa rregulla ka. Një selam, një përshëndetje, mirë po shumë domethënëse, që të bëhet në mënyrën më të mirë të mundshme. Gjitha këtu udhëzime kaq të detajzuara të ndonjëherë jap me kuptues se muslimani është shumë i pasur në udhëzime. Jemi të pasur në udhëzime për shkak se vjen nga Allahu Azza wa Jall, andaj nuk kemi nevojë për huazime. Nuk na duhet mi përngja kërkujt, përveç se vetvetes tonë. Ti me vetja jonë, qysh na ka mësuar Allahu dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam. Edhe të kërkim leja kemi mësuar se nuk duhet më funë shtëpinë e huj, të më thonë pa leje, për faktin se syri mund të bien gjithçka, të pakëndshme, të tërshme, që mund me ngushtu njërin. Andaj privatësia është e garantuar me Islam, që njeriu të jetë brenda shtëpisë së tij komod, rahat, i pa shqetësuar dhe domethënë i garantuar në privatësinë dhe intimitetin e tij. Edhe ndaj kështu të ndërlozur, nuk janë nejat e muslimanëve neja, domthonë ku realisht ka kaos, nuk ka rregull. Dhe këto rregulla fillojnë që të organizohen që nga mënyra se si ulen muslimanët, si e bojnë nejen, e mos flasim pastaj për muhabetin që zhvillohet në këto neje. Buhariu rahimullah fillon këtë kapitull të rëndësishëm të jetës së njerëzve, nga se njerëz kanë nevojë me nejat me një tjetrin, rrinë situata ndryshme, takojnë situata ndryshme. Andaj është mirë me di se si duhet më bu neja. Edhe kjo takim jonë është një farë lloj neje. Na po rrim me mësu, po rrim me dëgju që ka thonë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në nejat më të mira janë çeto. Kur ti rrin në xhami, në shtëpinë e Allahut, rrin me mësu që ka thonë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këto janë nejat më të mira. Më të mira nejat se çdo nuk ka. Për këtë ka ardhur hadithet pejgamberit ndryshme alayhi salatu wasalam, se këto neja janë tek Allahu të lavdruara dhe të shpëlyera. Këto neja i mbulojnë me lajket e zbretër mëshira Allahu, qetësia Allahu xhallahu ala, edhe ka përgëzime se ata që rrin këto neja kur dalin marrin myrzën se Allahu ja ka fal gjunahet. Që janë në rëndësi. Andaj Buhariu rahimahullah thot: bab khairul majalisi awsa'uha. Kapitulli që flet se mexhliset, ndajet më të mira janë ato që janë më të hapurat, më të gjonat, mas gjoni që është. Në fakt kuptimin tash do ta mësojmë inshallah bidnillah. Këtu e ka përmend në transmetim të Ebu Said al-Khudri. Ebu Said al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu është nga shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Në rasti ka të bëj mas vdekjes së pejgamberit alayhi salatu wasalam. Por kemi thënë që edhe fjalët e sahabëve, qëllimet e sahabëve për neve janë shumë domethënëse. Shpesh janë edhe argument kur ta flasim për tema të cilat nuk mundet njëri me fol nga mendja e tij. Edhe ti e kupton se ata, domethënë, i kanë dëgjuar nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ose ata thonë për një veprim caktuar se kështu e kum pa pejgamberin të bu. Argument është se ai po flet për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ebu Said al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu në këtë rast që e pranon Buhariu rahimahullah
përmendet se e kanë informu për një rast dhe vdekjes. Një gjenazët, një muslimani ka vdek filani, dhe ne me falë gjenazën. Dhe kam prit njerëzit më ardhë Ebu Sejid el-Khudri, a i pak u vënu. Pastaj kur ka ardhë, radiallahu ta'ala anhu, i ka gjithë njerëz që janë ullë në për venet ndryshme. Janë ullë njerëzit të vendi kam pas me falë gjenazën. Pastaj kur ka ardhë, njerëzit kanë fillu veç me lëshu vene, mu zgjenu, për shkak se po vjen kush, një sahabe i pejgamberit, njerëzit kanë respektu e kanë ditë vlerën. Plus asaj Ebu Sejid el-Khudri ka qenë nga sahabët e përzgjedhur të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ka pas dije, ka pas urtësi, ka pas njohuri që i ka transmetuar nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Derisa dhe dikush është qumë nga naja ti me lëshuvenin, kuna Ebu Sejid el-Khudri radiallahu ta'ala anhu. Pastaj ka thonë Ebu Sejid jo, asë mësu qëni, asë mësu, du më thonë, Preshtinan, nga se unë e këmë dëgju pejgamberin s.a.s. i ka thonë, khajrul me gjalisi e usauha. Me gjlisit nërë më të mirë në të ku, njerëzit dhe dhe ty bujnë hapsirë. Andaj është largua dhe është ullë dikun në vend pak ma largë sa ata. Që ka në kuptën këtë nërvozën? Njerë kër bujnë nejtë me parmenu se vjenë dikush tjetër. Apo, më në kuptu që për shambull, ka në nej tëftuar dhe tjerë. Tash njerëzit me pas përshqip në qëfar veni kanë mullë. Për shambull, nëse na këna me bu një nej në gjami, së është pjesa me përstashme që ketë njëtë mullë me pa, që ka qëshim të tashti për palë. Me shku të që një qësh mullë, njerëz ka më ngushtu. Ta një kur ngushtu është dhe tjerë nuk konë shumë a largë. Vetë organizimi i nejës nuk është në frymën e duhur që njerëzit me pas mundësi me ullë të gjithë. Andaj Ebu Sejid el-Khudri ka tash më i thonë, kjo është gjenaze, apo njerëzit vinë kallavlla këtu. Andaj ju nëse shtyrin ngushtu keni bu nejën e juve, edhe në vi që tu njerëz që kanë ndodhë, që tu kanë marrë njerëzit. Ku është Ebu Sejid el-Khudri? Edhe njerëzit ngushtu, një minja, të du të marrë ush me që venin, kjo me që venin. Zgjenohuni apëtër. Me që ka ven, zgjenohuni në neja. E ka neja që du të me u zgjenu, ka neja që du të më ngushtu, që kushtet të mësojmë. Po në esens, kjo është nga fikku, nga urësia, që është muslimani e përzidh nejen, që është e përzidh mënyrën ku ka mullë, e kështë më ratë. Ose për shambull edhe, nëse vinë musafir të shpija, neja më bo, për nëse ka musafir më shumë, me fut në domë që është me agjonë, që i nëzën njerëzit, po jo njerët marë më ngushtu. Ose për shambull, ku vjen dikush është muqu edhe me pas nevoj me elshu vendë. Ndaj, në esencë, duhet me bo vendë, që kjo është aja që Bukhari rahimahullah ka dashur me përmend lidhe me këtë çështje. Do të thonë që me bo naja ku realisht njerëzit ndihen komod edhe ku, do të thonë, nuk ngushtohet kurkush edhe nuk mbetet askush pa prezencë në atë naja që ka pas më ardh. Pastaj Bukhari rahimahullah përmend në kapitullin tjetër thotë bab idha qama thumma raja ila majlisihi. Nëse njëri është naj edhe për arsye të caktuar qohet për nejës, pastaj kthehet. Ku kthehet që njëri? E ka përmend hadithin e pejgamberit alayhi sallallahu nga Ebu Hurajra radhiyallahu ta'ala anhu që thotë ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam idha qama ahadukum min majlisihi thumma raja'a ilayhi fa huwa ahaqqu bihi. Ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nëse njëri ngritet nga një naj, mejlisi, për një punë caktuar, pastaj kthehet në mejlis, ai është më meritori për vendin e tij. Do njëri është naj, edhe ka nevojë me shku për shembull, u lëmu në telefon. Ka nevojë për shembull shku me ndru abdes. Ka nevojë për shembull një punë caktuar me kry shkurt, s'po them gat, shkurt me dalë me hi. Edhe tash të këshme në zonë venën, e tash u qove, jo. Ai një që e ka në zonë venin, nëse qohet për arsye të caktuar dhe kthehet pas pak kohë shkurtër, veni ku ka qenë i ullur ai i takon prapa atina, do të më alshu venin. Nga se të ndrozër, Islami respekton të drejtën e njerit. Nëse njeri është ullë me një ven, edhe tash ka arsye të caktuara natyrës ndryshme,
që quhet për ati veni, se dikush janë zënë venin, që ka zënë venin për shembull, që ka zënë venin, a ka mundësi për shembull kjo situatë me prodhu dashni apo me prodhu urrejtje dhe inat? Urrejtje dhe inat, që ka manzoni venin, do të staqej venin, ka mundësi me qëtë e konflikti. Andaj Islami ka vetu çdo mënyrë të mundshme që njerëzit të marrin tek lëndimi i dikujt, ofendimi i dikujt, për shembull marrjet e konfliktit e fjalët apo për shkak se ky është veni i tij. Normal të ndërlozër kjo bëhet fjalë kur për shembull ne është bëu dikun karrika që të hapura, po njëri kanë zonë vene vetë, do të nga shëvanim. Ndërsa në xhami për shembull, në xhami ku vim, nuk ka vend të rezervuar për asken, pas për vend imame që këtu. Shka me thonë që to në falna, edhe kush vjen qupi këtuit. Jo, vend i xhami është vend për gjithë. Ai që vjen i pari është më mirë të për vend në vetë. Nëse dikush, për shembull, dikush ka arë në gjumë, edhe e kanë zonë një vend qëto. Mirë po, ka shku me pi një gotu e mu këthy. Do të mjarujt vend në përën, se vend i tinë është të përën. Përshka këta ju arë një riheret e kanë zonë vend në saftë parë. Edhe për e arsujet saktuar tash me kënë fund atje nuk ka drejta përën. A i ka pas nevoj me pi një ujë, ose me dur një ables. Do të nuk, a i që është afer me mjarujt vendin që këtë, jo, është vend i filonit. Jo pse i filonit me tapi. Po i filonit është sa ajo është meritor marë, përshka kësa i ka arë ma heret përën. Në i këtu e regula që respektojnë, do me thonë, merit në gjdo kujtë. Respektojnë të drejtë në gjdo kujtë. Edhe kështu të ruhet nderi muslimanit, kështu ruhet e drejta muslimanit, kështu ruhet disponimi muslimanit, mos me e lëndu, edhe mos pushtu me zveti. Ke po të nështë me një, si që u dikush me një nga një në zëven, ta është uqova, në regullë, uqova, ajo është qështje që njëri ka nuk më ngrit nga veni, nuk duhet me konë më shty për toke, për vene, për që është njerës fatkecisht ndodhë që edhe për plan caktuar të tokës, vritën, e plagosën, vjen të rahje, kështë më radhën. Ndaj, këtu e në gjërat se Islami i ka rregullu, për me një nej e ka rregullu, jo me diçka të tërma tepër. Se një nej është, duhet qështu me kone, që ka me thonë tjera tonë. Edhe nëse në nejat e muslimanit, ruën djenet e muslimanit, edhe në ullën e ti, që ka të merë në fjallë, nëse duhet me rujt në djenet e muslimanit, mos me lëndu, mos me nervozu, mos me shqetësu, duhet me rujt edhe në nej, në ullën, në vend ti, e që ka të merë të një fjallë të kër folit të vënd? Duhet me rujt edhe ma shumë fjallë, mos me lëndu, mos me i thonë fjallë të rona, më përshka këse, lëndimi dhe rëndimi musliman me fjallë është nga veprat e shëmtuar edhe të ndaluar. Gjithashtu nga kapitulli që Buhariu rahimahullah këtu i përmend të ndërmjet të për nejen e njërit në rrugë. Rruga është për me kalu, njëri me kry punë. Po njëri mund në rrugë për shembull, është e lejuar. Tash ulja në rrugë ka forma ndryshme. Për shembull, me nejt ku kalojnë njerëzit, ose për shembull ka kafe ku ka ulse për jashtë. Për shembull, ulja jashtë në rrugë, a është çështje problematike apo është normale? Këtu Buhariu rahimahullah ka përmendur transmetimin se lejohet me në rrugë, për faktin se po flet për gjëra që ka bënë me mejlisin ato. Mirë, po në esencë kanë ardhur hadithet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që besimtarin nuk ja preferojnë në rrugë, përveç me kushte caktuara. Dhe këtu Buhariu rahimahullah ka përmend hadithin e Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, i cili thot: "Etana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu sibyan." Ishim na fëmijë duke lujt e erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Anas ibn Malik ka qenë djalë, domthonë moshtri, kur i ka nejt gati Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam domthonë e ka përdorur Anesin në situata ndryshme, jo si shëptor, ai kanë qenë fëmijë, por me mësu, me eduku, domthonë me këto punë caktuara që mos murrit vetëm në lojën hajgare, po murrit edhe në çështje që e formojnë, edukojnë, e pjekin. Andaj kur t'japin fëmijës një detyrë,
ti realisht e ke respektu, ti realisht e ke vlerësu se ti je, mashallah tash e rrit, ta është që krye këtë punë, shka blej buk, shka blej këtë, e me rujtë fëmin jo se kjo që din me shkua, s'din me shkua, i bën 20 vjetë, po kia nuk din me shkua le buk me blejëm të. Andaj pejgamberi sa i ka përdor njerëzit, në kuptim të formimit, të pjekurisë, ngritjes, jo të shërbime që janë dashur ata pejgamberit alayhissalam. Ai ka mujt me thonë Enesit, shka thre filanin. Mësu me ngu dikën, mësu me respektu. E thot Enesit në Malik ardh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e na ishim fëmijë duke luajtur. Pastaj pejgamberi më ka dërgu me ja kry një punë. I ka thonë Enesit, shka kry një punë, edhe në kuptim se s'kinoj me kërcu kërkujt. Atëre, është ullë pejgamberi thot Enesi në rrugë, o gjelese fit tariq. Që u kanë lutë fëmijët, ullë pejgamberi me prit me ja kry punën, Enesi më këtimi ka du që ka puna. Në këtu Bukhari ka argument se lejohet me net në rrugë. Do jemi disu dhe në pegu njerëzë, po dëmon jo në shpim rana, po jashtë ka nejtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do të vazhdojmë transmetimin, po këtu në ndërhyrje, dëmon lejohet me net një rrugë. Mirë, po pejgamberi më ka thonë, iyakum wal julus fi turuqat. Ruajuni e mos rrini midis rrugë. Domthon, për shembull, ku do të bëj xhamis me net rrugë, ku shkon diku me net, ku kalojnë njerëzit apo. E i ka thonë sa për sa ja Rasulullah, ka herë s'kem çfarë pa net. A ki punë me dikona, takosh me dikona, do të më ndërgjë lafe me dikona, kështë më radhë, dhe ka herë s'po kem çfarë pa net. E ka ditë pejgamberi sa, po ka dosh me i tregu që mos i bëni rrugë bazë të nerve t'juve. Rëni vene ma të mbyllura, ku ka privatësi, ku runi synin e runi. E ka thonë pejgamberi sa, nëse e keni pa tjetër me ne në rrugë, atëherë, jepja një rrugës hakun e vetë. Cëllë është hakun e rrugës? Ullja e shikimit, ose pengun njerëzit në rrugë, ose po probleme, edhe me urnu për të mirë, edhe me ndalu nga keqja. Të në rrugë kime po, tash, me ndalu gjithë kanë që bënë, por, dhe me thonë, nuk duhet besimtari me konë indiferent kashi të keqesër. Kështë që të ndërru, Islami në mësën që muslimani rrugën jashtë, ku shetë gjithë shka, lloj për shembull pamje, lloj situate, lloj rasti, apo do për jashtë me nejt veç sa ka nevojë. Nëse besimtari rrin në xhami, rrin në punë, ku ka me kry punë, rrin të shtëpia, po naja rrugëve dhe cila rrugëve nuk është e preferuar në Islam. Për shkak se rruga sjell gjithçka. Te ki pa për shembull del me kerr dikon, apo 2-3 herë paket bovakia, për shembull me dashuri mund të më ka dikon. Pse të hind keqa, pësillet keqa, bën diçka keqa. Rruga ka gjithçka. Rruga ka gjithçka. Ose është në rrugë për shembull, shet diçka të caktuar, asnjë që fol, asnjë që hesht, apo don të ekspozon situatave shpesh të pakëndshme. Ose për shembull, ka edhe pa me rrugë dalje ndryshme zhveshje se Allah na falt, situata të pakëndshme, as nuk e që këshir për para, as nuk e që këshir mbrapa. Shpesh herë rruga të bjen situata të pakëndshme. Edhe muslimani e përdor rrugën për të kryer punë, për të lëviz, për dal, po jo për naja, jo për rekreacion, jo për domosht se realisht mundet me kanë situata të pakëndshme. Po domosht që nuk është që nuk lejohet, po me koni kujdesshëm. Do me najt ne bëhet në xhami, ne bëhet në shtëpi, ne bëhet diku mbrana ku i rahat dhe ku nuk i ekspozum situatave të pakëndshme apo provokimeve të papritura. Mund të provoku paprit. Rruga që ka s'ka, lëll një der rrugë. Njerëzit në rrugë më konë nervoz, më konë ngarkum, mund më konë të rifat belagjie. Që muslimanë më konë i rrujtën, krymë punë edhe e stutja. Mos më silë rrugëve, ke pa dhe për parë, mos më silë udhëve. Se si dhe udhëve, kësa në të bjenë. As nuk e që krymë punë, as nuk e që fitan, as nuk e që mësan, që mësan një rrugë? Kohër gjë. Po është keqës, rruga së ti mësan punë të mira. Përndaj edhe në këtë transmetim e kemi një udhëzim të mirë se qysh fëmijët i kanë lënë me lujtë, por me kufizime. Jo le fëmijën e zdin sa kur dola, kur vjena, kur hena. Dhe thotë Enesi radiallahu ta'ala anhu se pejgamberi më ka thënë me kry një punë, thotë edhe jam kthy. Më ka prit pejgamberi dhe se më kthy. E ka prit. E thotë
derisa e krya pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, domethënë punën u vonova pak për më kthyer te nona. Sa pejgamberi ka qenë me kry punë, kur u kthyer tash te nona vet, u vonu. Nona i ka thonë, ma habasak, që vonova? Ka e me kuptu të ndërruz vëzër për cilën e prindët dhe fëmijëve tyne. O do është marrë mati, dil luj gjysore, dil luj qikaqë, po jo dil luj e kur të bëhet ballë të kthehos, të mirë si bëhet ballë kur, ose për shembull, qëllimisht e çon rrugë pse se ka me, për shembull, ka me flajt, e fëmija i pengon. Për shembull, ka me këshyri serial, e fëmija i pengon. Për shembull, i kem dërshoka, nonës i vinë dërshoka që a dikujt, tash na pengon fëmija, e qëtën se ka ka po. Nuk ban kështë të në, se ka ko se nuk e edukon fëmin, rruga nuk e edukon fëmin, rruga e prish fëmin, se rruga ka gjithë shka. Qka së qka zboha, të li farshoku, të li farshoqe. Nuk duhet me majtë në bjullë në shpillë, rëga saj. Po dhe jo me lëshu që ashtot në për rrugë, apo delë fëmija në sabar, në kësham kër këthejet, apo. Pse? Edhe bukë që ka mangër qenë një euro bleni se në veç atje, bleni tësë dhe hadë dikon. Ka regull kjo. Nuk bënë me mësu thmin me kalu konë rrugë, me hongë në rrugë, me mësu në rrugë, jo. Për me mësu në shkolla, për me hongë në shpia, do të mësu me hongë në shpit vetë, jo në për rrugë. Qoftë edhe për shembull me bledi çka caktuar. Ka herë ndodh, po për me bu qefin, po jo në esencë me hongër, herë në kësene ushqime që realisht edhe dëmtojnë shëndet, por edhe dyshën bereqeti i shtëpisë. Ai shtëpia duhet me konë vend ku hajna buk, ku takohemi, ku rrim. Rruga po del njëri kryen punë, rruga del me jalun pak në me tapa me diçka me fëmijë në vend dur caktuar, në kohë caktuar dhe kthehen në shtëpi. Mjaft ke lut tash ti ku është për me mësu, tash ko për me ne, tash ko për me flajt e kështu me radhë. Dhe shikon nëna e ka vetë, ku mete? Sa prind të nërëvëzër, për shembull, këtë pyetje kanë harru kër e ka bu fëmis, ku meta, ku ke janë? Mund vajza më këthyn 12 natës ose vetë, ku ke mërë? Ose, qka kësë atë, kështu të thëmë? Edhe djali më këthy, ti shetë djemë 3 kare kër dalim natën. Nëse këthejt një për një punë, dikun për rruga, dikun njët natës që djemë 3 të usil udhe. Qka lipa një së kak njët natës? Ora njerëz me flajt shpejt me konë me familja. Për ajtë të ndruzër, Islami na ka mësuar që nejat me konë gjona, ku ka gjersi, ku ka rahati, me konë nejat të hapura, me konë nejat në shpejt, me konë nejat në ambjente në mbyllura, ku i rujtur nga çdo ekspozim në rrezikut, provokimit e kështu me radhë. Jo në rrugë me hongër, jo në rrugë me pi, jo në rrugë me nejt, jo në rrugë me sill, jo në rrugë me mësuar. Për shkak se rruga nuk të mëson punë të mira ato. Veçanërisht në qëllimet e vëndshme natë e kështu me radhë. Andaj ka thonë, Enesi në nëzvet, kër i ka thonë, pse e vënu, ka thonë, ka dërgu pejgamberi s.a.s. me ja kry një punë. Ka fëmijë Enesi në Malik. Ka thonë, në nëzvet, ka që pejgamberi s.a.s. me ja kry një punë, andaj më vënu. I ka thonë, nëna, qëfar punë, ku e konë, normal është me, qëfar punë e ke kry? Ka thonë, është fshehtësi. Fshehtësi fëmijë, i ka thonë nëzvet. Pse, se ka thonë pejgamberi, kryjës punë mëse bërë. Tash pejgamberi sëmë të ndërlozër, s'ka mujtë mja besu Enes ibn Malikun në sekret shtetënora, ose në sekret shtarak. Dhe fëmijë konë, ne punë tjeshtë, ama ka dosh me eduku, me rujt fjallën, me rujt sekretin. A i kur rritë që shtot, nuk shpëndon sekret, dhe besohet një diqka, dhe besohet një fjallë, dhe besohet një punë kryje edhe mshele. Ma jo njerës për shambull i beson dhe qka, i thush që ta, burë, ti kryo, përkry, më s'ka zë kërkujt, e thot tjetërit qëre veç ty, ama më s'ka zë kërkujna. E kur thot që shtot dje që, i habere ka marrë dunjona, ne duhet me pas regula, me pas edukat. Dikush ta beson një sekret, ja e merë, ja e len. Dikush që e din vinë dhe burë më s'u ka të zasë, së në e maj. Në regull, ama e merë sekretin, e tani ja shpëndon një sekretin, nuk duhet me konë kështë. Pavarësisht sa dëmtohet njëri këtë punë, a dëmtohet punë tjetër, ata ka besu një amanet, maje, ose mëse merë. Që ka fëmi ka qenë, nonës vetë që ka kalëzua. Në ka thonë pejgamberi mësë me kalëzua, s'ka me kalëzua. Këta e në konë njerës burat maj që e në duku në vlerat të rëndësishme. E nona ti që i ka thonë, s'ka qenë në me thonë që, po ka zë veç burë, veç në nëstone, me prokuja. Ka thonë, ruje sekret në pejgamberi mëse shpëndaj. Nona vetë kër e ka pa që është fsheti u krija, a ne nona kër shenë një vlerë të fëmiju ti, do të mja forcu, jo me aprish,
Kërna për shembull, po hajt për hatër që ti për shembull. Gënje fëmija, për shembull. Ose hajt për citat, kallëzoj veç këtij, se s'është problem. Ja. Duhet prindi me kona i cili e stimulon fëmijën e tij në kultivimin e vlerave, jo në rënimin e vlerave. Jo për shpim me mësuaj që bën me rrejt, për shpim me mësuaj që bën kare mas me koni drejtë. Ja. Në shpejt me konë qështu njerë. Pra e të ndërvozër, për menet për du me përbyll për një nga njerës të devatë shumë djetarë, Abdul Qadir Gjeilani, rahimullah, ka qenë Bagdad, e kërkoni vogël, është nisë me shku me kërku dije. E përpara me shku me kërku dije, s'ka mujtë me shku vetë. Se rruga kone gatë, shketinës, ka mujtë me të vjedhë dikush, me të vëra, me të hongër e qka. E ka nërthuar thimet gata me karavane. Ka një karavani trektarve, që ka pas kështë e ka rujtat pasunin, edhe ke pagu. A mërni me veti po, sa pare që i kaq. A ti ke pas me dhe me ketë, veç pëse ke pas siguri, ke pagu me udhtu me tapën. E nona e Abdul Qadir Gjeilani, rahimullah, e ka qu djali me mësuafë. Edhe e ka besu karavanit djali me qu deri në Bagdad. E ka thonë, birë jam, jetë të shku me kërkudije, në kuptim jetë të shku me buhogjë, jetë të shku me mësu fe, andaj kifri ka Allahun, e ka në ndo kësirat mënoja, ndërti e ka thonë, kur mos raj. Të unisë nuk zotë të atonë me rajt, edhe i gjalli i vogre ko shumë, e ka marë shumë seriosisht këtë kësit në nëzë vetëm. Duke shku rrugës, karavani e sëlmujnë do, cuba, tudës, mafjaz, e plaçkit, normal, se karavani kur ka inë të thënë shketin, ka qenë tani mo i pasigurt, edhe e kanë sëllu. Kur kanë arë të kuj, ka thonë, sa pare i ki, a i vogël e konë, ka mujtë me s'kam pare, edhe i këshim besu, se në i vogël e konë, s'ka pare, ose mi thonë për shumë i kom 10 euro, për shambëll, pa i ka thonë për shumë i kom 500 euro. Se nuk i ka pare, se i ka është dash për shkollim, i ka është dash për rrugë. E i ka thonë, jenë mahnit, pëse po kalëzën? Edhe e ka pyta i maj madhe, mafiozi, kërë i mafiozi, udheci, i bandës, i ka thonë, e pëse kalëzohet vërtetën? Ke mund me rajtë? Ka thonë, nona ma kalon e malet këtu, kur mos rajtë. Ka thonë, shikojtë sinceriteti i fëmijët, so ka ndikmu të kërë. Ka thonë, kë emanetin e nonës nuk përshkel. Apo? Edhe pse këtë parët unë më jamon, e unë e përshkeli emanetin e Allahot e përplaqitin njerës, kur mo? Këthani parët njerës u pëndu të kaloj më ndumë. Që a i halakur e konë fëmij, njerë në zupetina. Njerës dëvatë shumë të në lozër. Ka njerë të kushtan me full drejtën të, që hupa pëzip se full, kur s'hupa. Me lene Allah Gjelloha, a i njëri që është i drejtë, është i mirë, kur s'hupa. A i shikaj, kam sunu në vetë, a ka thonë pejgamberi më s'kallëza? Më s'kallëza. Maje sekretin, ruje sekretin. A i prind duhet me stimulu fëmijën në hajlë, në të mira, jo me stimulu me rajtë e mashtrua, a i të bini jemë se s'ka gole se këtë dunia që të përbojnë. Jo, ti më zbapëtën. Mëse e fëmijën me koni drejtë, me koni sinqer, me koni mirë, apo me koni besimtari drejtë ose besimtari mirë. Kjo është e kërkuar që nga kam mësu pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam. Kjo është për sot të ndërvëzër, Allah është përlej familjerit për vëmendje, për sabrin. Allah na i përmirësof neja tona, na i përmirësof fëmijët tanë, tarmën tonë. Allah na rujt nga çdo e keq, nga çdo e lik. Zoti ju shpëleft, sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira.